padrejësia më e madhe ekziston padrejësia kur nuk mosmi sakt në çështjet e besimit. Do të padrejësia më e madhe kur e prishmi peshojën e botkuptimeve, kur e prishim peshojën e besimore. Thot Allah subhana teksa na tregon se si Lukmani e ka këshilluar djalin e tij, ka thonë ja bunayya la tushrik billah. O birim kur mos i përshkruaj Allah subhanahu wa taala ortak, mos i bën shirk Allahut. Mos e adhuro dikë tjetër krahas Allah subhanahu wa taala, inna shirka la dhulmun adhim. Dije se shirku është zullum i madh. Zullum i madh, shirku, me besu dikën tjetër krahas Allahut, me adhuru dikën tjetër krahas Allahut, me lut dikujt tjetër krahas Allahut, është padrejtësi e madhe. Se Allah subhanahu wa taala këtë rast e quan zullum, sepse nuk ki qysh me e pa ndryshe. Do thot Allahu të furnizon, ti adhuron dikë tjetër krahas Allahut. Allahu të sjell në ekzistencë, ti adhuron dikë tjetër krahas Allahut. Zoti ty ta jap frymën, ta jap jetën, ta jap sistemin, ta jap ligjet fizike me të cilat ti funksionon, ta jap kozmosin, shërbimin tënd, gjithçka është në favorin tënd, edhe mos në fund me adhuroni krijesë për krijesave të Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu azza wa jalla wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Adhuroni Allahun dhe mos i bani Allahut shirk. Mos adhuroni dikë tjetër krahas Allahut subhanahu wa taala. Domthon drejtësia është tek tauhidi. Drejtësia është tek besimi në Zotin një. Drejtësia është tek besimi që nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut. Dhe padrejtësia është tek shirku, tek adhurimi dikujt tjetër krahas Allahut dhe besimi dikujt tjetër krahas Allahut subhanahu wa taala. Por rikthehena tek ajo pjesa fillestare që patëm në trajtesë, çka është padrejtësia. Dietarët islam, kjo është prizëm islam, po mbi një rrjedh të kapshme logjike. Për definicionet që i kam përmend tek padrejtësia, për me kuptu tash në bazë të kundërtës, duke u referuar të kundërtës, e kam thonë që padrejtësia është me vendosur në diçka jo në vendin e vet. Me vendosur në diçka jo në vendin e vet. Domethënë, adhurimi është e drejtë e Allahut. Kur ti ke adhurim ja le dikujt tjetër, ja kushton dikujt tjetër, e ke vënë në vendin e gabum. Kjo padrejtësi. Ose me thjeshtësu ndoshta në shembujt e tonë përditshëm, domethënë meritë jotja është filan veni i punës për shembull, në bazë të meritokracisë, në bazë të shkollimit tanë, përvojës e kështu me radhë, është e jotja ajo. Kjo drejtësia, nëse çat vend punë e merr dikush, ajo është padrejtësi. Nëse çat vend ti i ke plotsu kushtet, dikush nuk i ka plotsu, me pa të drejtë, nuk i ka përmbush kriteret, këtë rast është domethënë padrejtësi. Me vendosni diçka, me lëni diçka, me dhënë dikujt një diçka, e cila nuk është e drejtë e tij, meritë e tij, kjo është padrejtësi. Kjo është çësia e parë. Çësia e dytë është me e kalu kufinin. Diku diçka është në rregull, a mund në rregull deri diku. Kur kalohet që deri diku, kur kalohet që kufin, kemi të bëjmë me padrejtësi, edhe çësia e tretë është kur domethënë zaventësohet e vërteta me të pavërtetën, ku kalohet tek e pavërteta duke e injoruar domethënë të vërtetën. Me cilin do për këtyre përkufizimeve? Nëse e shikon çështjen e tauhidit dhe shirkut, e kupton që tauhidi është drejtësia, edhe shirku është zullum. Është zullum sepse po zaventësohet, thot Allahu subhanahu wa taala me krijesat. Është zullum sepse po të kalohet kufini. Është zullum sepse adhurimi që i takon vetëm Allahu subhanahu wa taala po i kushtohet dikujt tjetër krahas Allahu subhanahu wa taala.